i cili kam i zhgëny shumë edhe kam i frigu shumë kandidatët potencial nesër në zgjedhje për partinë e dytë. Sepse nga 24 i ki 17 një regioni, cili është motivi për Prizenasit. A ti abone psikanalizën të ashtyne? Jo, që ka bole, po ta shkallojnë të vetëvendosja, më prete. Cili është motivi Gjilan Gjis, i autoritetit moral, atje, politik. Me thonë, me kandidu në këtu, kur 80% i po delë për një regioni. Pa ndaj, jo të gjithë e kanë motivin e njëtë me shkun zgjedhje, kështu. Shkumbin tha tash psikoanalizën për bënd... Po dhe së dhe shtash ta... Jo më unë e pja për thona politike, shka ka prodhu rezultati i zgjedhjeve para 2 mujve, kështrim. Kur për psikoanalize? Për psikoanalize kena këtu shkumbinin edhe pak mentorin që tha. Ja, këtu e ka pos njetin e kesë, unë ja kum lidzu mendjen. Qështu e ka shkrujt, po qështu ka menu. Kjo përkthim psikoanalitik i gjendjes mendore të Albin Kurtit, kër e ka shkrujt al tjetër. Kjo ka të drejt, po mirë nina që ka kësi altësi profesionale mentori për me deshifru për masa të okulte, mistike, gjendje mendore të Albinit. Unë se kam, suaj, unë e shoj e lexoj edhe përkthej politikisht ato shka lexoj. Ma kish marrë mendja që primesa freudiane do zbarkojnë kështu në studi. Blerime e ka një san interesant. Si plot do politika. Se dim që ato për vetëvendosin. Si plot politika, që ka një farë vetëbesimi, edhe Blerime e ka një farë vetëbesimi që do këtë fani. Edhe që e ka ironin dhe me këtë forë. Psikoanalizë po vantar. Jesë për psikoanalizë, veç për Vlerësej. Çka po thu? Veç çka po thu për Vlerësej. Jo çka s'po thu, as çka po bëj. Çka po thu? Sensin e humorit. Na shpa menon më mirë. Ty doket ama çka thu s'lusan. Ty ai shka tash kjo fjala është vërtet absolute. Mund është më njëru ka pa ka ditë me unë ty jam çesharak, jam humorist, jam analist. Unë po ta analizoj veç çka jote kushtrim. Shqyri analizat e tua edhe shkumbin qyre çasin tonë. Jo ti për çasin tonë. Unë ty më të duk hiç çesharak krejt për ti për çasin tonë. Mu aq më bën kushtrim ç'është dok naty. S'kam këtu, më pëlqy ti. A mos më pëlqy ty, a më të dokun e fani ajo fani. Ai më shumë apo dall. Flejtot për atë punë, rira hatë, folë ti ndash meqëm, ndash palinje, jepi. Po jo, kur fitove këtë drejt ty më të dokune. E shkanë që së s'dok në fani, a më botë kemi, shkanë të rëgjën aja. Shka fiton ti ma ato. Jo, po duke shka perspektiv se fiton ti. Shkombin dhe unë e vishë kur par fitimi. Jo, ti fiton se kupta. Qërë të leqë të duke të në qikore, ashtë të me numër Ka ndo një relevancë. A dim se ka relevancë, se jo njerës i Blerimi edhe në plët njerës tjerë që i kontaminojnë skene politike. A dim se i kontaminojnë. Se nëse LDK-ja i shkon Albin Kurtit në takim, po dhe me këta po bëj, kanë duhet me bëhë. Qeverisë do të me ofru zgjidhje. Ndërkohë që nëse ata thonë ju, këta njerës ko kanë që kanë mashtru me votat diasporës, ato me post, këta njerës janë që kanë bëhë koalicion me këta janë njerës që kjo standard është edhe i poshtër, jo vetë cinek, është i poshtër. Po dhe po. Edhe unë për qita po thëmë që edhe këtë cinizëm, po edhe tendenca që shfosh fani. Edhe në Gjermani ndodhë, shtash partnerat që e bënë në koalicionin, fushos zgjedhore në mytë të e shonë një një tjetërën. Prap kanë me shohë në kur shkojnë zgjedhje. Jo, më që nësë përfolim për zgjedhje. E shka tha, LDK-ja që shkojnë, shka tha zgjedhimi për mendin. Jo, dhe ka ju me tha shumë mirë zë LDK-ja që po shkojnë, do të më shkun të akem dhe me ka den. Po du të mërë më shkun të akem të bashku, a do të më shku, as do të më shku, është qështje tjetër. Unë e po mirë me ata që nëse ata thonë po shkojnë, ta ko kanë mirë, nëse nuk shkojnë ko kanë kshi. Këtu s'kam shka të Qëre, nëse vjen, nëse vjen, Nëse duke ty është ashtu, përmenimet e LDK-ja është njëjtë, si shkaj si nuk i shkaj Albin Kurti. Mirë, e bëni punë të keq që i keq, që ko lidhe... Nëse LDK-ja i shkon, nëse nuk i shkon Albin Kurti, se bën më mirë se mas keq. Nëse i shkon, nëse si shkon. Se nëse si shkon në takim po flas, jo për bashkëpunuar. Nëse si shkon takim, ti mund të mendosh që ai ka ndonjë frikë, ka ndonjë problem, ka diçka. Nëse i shkon takim dhe ja thun sy ti që unë s'du me ty, këto janë pozicionet e mia, është pak më ndryshe. Se ti e... Çka u zgjidh, kur u takua, membri Krasniqi me Albin Kurti. Që integritetin dhe dignitetin. Qarçon pak situatën politike. Qaron edhe dignitetin dhe integritetin politik të personit. Shkon të tyrë pas bona me ty. I bie kështu. E jo me shu asmish as pesh përgjigje.
Pa të keqe, ai ka të drejtë ta bëj atë. Pavarësisht se letra ka qenë as djath për sa. Jo, Moraes po shet, veç duhet me pranu që Albin Kurti ka lutë LDK-n që na 3-4 herë në radhë. Për ku që ata